Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur 7 ditëzie si pasojë e tragjedisë në Koçan, që ua mori jetën 59 të rinjve, si dhe la të lënduar mbi 155 persona. Zjarri në diskotekën Pulse në Koçan kishte rënë në orët e para të mëngjesit të 16 marsit, e që arsyet e tij janë përdorimi i mjeteve piroteknike, të cilat u përdorën gjatë koncertit të grupit DNK, ku pastaj ato kapluan tavanin dhe u shpërnda në mënyrë të pakontrolluar në tërë ambientin. Thuhet se viktimat dhe personat e lënduar janë të rinj të moshave 16-24 vjeçare, e që në mesin e të vdekurve ka mbetur një polec, një futbollist i klubit të futbollit të Shkupit, si dhe 5 anëtarët e grupit muzikor DNK. Shumica prej tyre humbën jetën si pasojë e rrëmujës së krijuar nga paniku pas shpërthimit të zjarrit në diskotek, duke u munduar të largohen nga atë, ndërsa të rinjët janë rreth 140 që shpëtuan dhe kanë lëndime më të rënda, dhe të cilët janë duke u trajtuar nëpër institucione shëndetësore të Maqedonisë së Veriut, kurse ata që po janë në gjendje kritike po trajtohen në vende të rajonit dhe të Evropës. Në lidhje me rastin, Prokuroria Publike ka formuar ekip të prokurorëve, të cilët kanë filluar me hetimet, e që si pasoj janë duke u zhvilluar procedura hetimore për 11 persona, ndërsa ka dorëzuar propozim për paraburgim të shkurtër tashmë për 8 persona, e për 3 të tjerë janë ende të shtruar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovsi bëri të ditur se për këtë tragjedi dyshohen rreth 20 persona dhe se 15 ndodhen në stacionin policor. Toshkovsi tha se kjo diskotek ka punuar pa licencë legale dhe se dyshohen edhe zyrtar shtetëror nga institucione të ndryshme, si një ish sekretar shtetëror i Ministrisë së Ekonomisë, një ish udhëheqës i një sektori brenda Ministrisë së Ekonomisë, një ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, si dhe 3 të tjerë brenda drejtorisë. Në pyetje është marrë edhe ish ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ndërsa pas tragjedisë me zjarrin, kryetari i Koçanit Ljupço Popazov ka dhënë dorëheqje, ndërsa kryeprokurori Ljupço Kocevski ka bërë të ditur se objekti ka pasur lëshime të mëdha, nuk kishte asgjë që parashikonte ligji, nuk kishte hidrant, nuk kishte derë rezervë për evakuim, si dhe në mënyrë të paligjshme janë lëshuar mjetet piroteknike, si dhe shumë krime të tjera. Ekrerët shtetëror si dhe liderët politikan kanë kërkuar hetim dhe zbardhje të rastit sa më të shpejt, ndërsa për ndihmë kanë dalur edhe ekipet e kryeqit të Koç, institucione të ndryshme, si dhe nga vende fqinje nga BE dhe bamirës të ndryshëm.